Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Të gjithë ne që kemi një shtëpi, natyrisht kemi një kuzhinë. Dhe kur ke një kuzhinë, do të kesh një kabinet. Por ne i duam gjërat moderne. Ndaj kemi ardhur sot tek Modern Cabinet & Co. E kemi këtu pronarin e kësaj kompanie, Donaldin. Ne do të pyesim për mbarvajtjen e biznesit tuaj, Donald. Kur e keni krijuar, me se merreni, cili është raporti juaj me klientët, ku i gjeni ata, kush ju vjen dhe çfarë procesesh pune kryeni. Kur ka lindur biznesi juaj? Kur e keni pasur këtë ide dhe pse e krijuat këtë? Biznesi është krijuar 2023-shin, edhe e kemi krijuar se ishte shumë vështirë të gjenje cilësi edhe çmim të dyja në të njëjtën kompani. Zakonisht ishe ose e shtrenjtë me cilësi, ose e lirë me shumë cilësi të dobët. So, këto të dyja e kombinuam në bashkë që të krijojmë këtë kompani. Kjo është si një aspirat. Po. Gjithse cili kërkon, edhe ai që ka një biznes, nuk do të shesi mjaft shtrenjtë se nuk i shitet, po as edhe lirë sepse janë kohën klientela dhe i largohet. Atëherë, ku e gjetet këtë të mesmen e përpjesshme? Në çfarë forme ti ruan cilësinë edhe ruan një çmim të arsyeshëm? Tëra gjëra që kemi ne këtu janë të tëra i kemi bler direkt nga factory. Okay. So, nuk kemi midis ndërmjetës ose... Po, so të tëra gjëra që kemi i blem direkt nga factory, so prandaj kemi çmimet aq të lira sa kemi edhe mund të mbajmë cilësinë të lartër. Në këto që bleni, do më thënë bleni telajot e drusore apo dhe kontrataps të cilët mund t'jenë edhe prej mermeri ose produkte tjera, diçka mbi procedurën e punës suaj? Po, kemi filluar vetëm me kabinetet, tash kemi shtuar countertops, kemi shtuar floor, baseboards, edhe çdo herë shtojmë gjëra sa mundemi. Shtojmë edhe kështu. Megjithatë, është një shprehje unë e përdoar për kuptimin që tregon avancimin tuaj, hap pas hapi në këtë fushë. Ju bashkëpunoni me biznese apo me montues të caktuar që i vendosin këto mobilja apo i krijojnë në vend? Si veprohet? Në çika të gjitha. Edhe punojmë edhe me homeowners që kanë kontraktorët e vet që i bëjnë instalime vet. Punojmë edhe me kontraktorë që i blen kabinet nga ne dhe instalojnë për punën e vet, për çfarë do i kanë. Pra keni dy lloj klientele, një klientel nga ata të cilët kërkojnë ta rinovojnë për shembull shtëpinë apo kanë shtëpi të re dhe kush e bën dizajnin, sepse dizajni është shpirti i tregtisë në këtë mes, gjëja që të rreq edhe klientelën, po të rreq edhe ata që bujtin në atë shtëpi, që shkojnë në atë shtëpi. Patjetër. Dizajnin tëra këto i bëjmë ne, dhe ajo është gjëra më e rëndësishme e kuzhinës. Të tërë mund të thonë që duam kuzhinë të re, po asnjëri se di si e duan tamam edhe cila është vendosja më e mirë për kuzhinën. Tëra këto i bëjmë ne, me matje, me design, me tëra këto janë tëra falas. Këto i keni falas për klientelën. Ata, do më thënë, blejnë produktin edhe montimin e këtij produkti. Po. Dizajni është goxha kosto që bëni falas është edhe, do më thënë, mund ta marrin dizajnin, do t'i blen kabinet nga ne, do t'i blen e din vet, po e garantojmë ne që çmimet e kemi e cilësinë më të mirë. Cila është klientela? Çfarë lloj klientësh vijnë? Do më thënë, ju e dini, ka persona që renovojnë shtëpinë, persona me shtëpi të re, persona që kanë marrë kredi për rinovimin e shtëpisë nga banka dhe bëjnë këtë rinovim. Lloj, nga të gjitha. Kemi që nga njerëz që sa e kanë bler shtëpinë e duan ta rinovojnë që të futen brenda, kemi njerëz që po e ndërtojnë edhe marrin kabinete të reja, domethënë lloj, nga të gjithë klientë. Unë duhet të rinovoj një kuzhinë, flas për pjesën e kuzhinës, të gatimit edhe të kabineteve. Cila pjesë, kjo është pyetje sekrete, cila pjesë e kabineteve është më e rëndësishme?
Për tërë kuzhinën. Për tërë kuzhinën. Disa, nuk është vetëm një. Do thesha domethënë që vendosja e stofës, vendosja e lavamanit, ja këto janë më të rëndësishme që si do jetë funksionimi këtyreve. I këtyre dy, sidomos lavamani mendojnë se stofa e ka vendin, po lavamani ka dhe ka pajisjet e lidhjes së ujit edhe të tjera. Dhe këtu ai duhet shërbej për diçka, jo hapësirë, mos jetë poshtë. Edhe aty që futemi ne që e bëjmë dizajnin që mundohemi një njeri që duhet ta mbaj koston e ulët, mund të futemi ne që themi që s'do lëvizim shumë gjëra, mbajmë gjërat ashtu siç je, vetëm të bëjmë gjëra që duhen që të funksionojë kuzhina më mirë, si jashtë. Por unë shoh që këtu keni dizajn mjaft të bukur, simpatik me ngjyra ndryshme, nga e bardha në grije të tjera, po gjithmonë këto kabinetet, unë jam në hall sepse janë shumë lartësa. Duhet tipësh mbi stol. Ajo varet nga stili secili, si do. Ka njerëz që i domethënë kuzhina mund të bëhet me dy mënyra, ose ti vesh kabinetet direkt në tavan, ose mund të vesh ajo crown molding. Që ti janë kabinetet çik më të ulta. Për shembull, një kuzhinë e zakonshme, the average, si thonë amerikanët, sa kushton me produktin tuaj dhe me punën tuaj? Këtë që kemi ne që se kështu zakonisht ka për kuzhina që quhet 10 by 10, që s'mund ta kapësh fix domethënë si është. Këtë 10 by 10 që kemi ne, kemi $1,600 që fillon. Po. Për të bardhën. Po. Si cilësi janë tëra cilësi të njëjta, domethënë dras, soft close, doors, drawers. Po atë 10 by 10 që kemi ne, kemi $1,600. $1,600 fillon çmimi pas. Mbi të shtohen çmimet e tjera, pajisjet i ka klienti. Çdo kabinet ka çmimin e vet. Po domethënë këtë 10 by 10 që kemi ne këtë setup është $1,600 që fillon. Ju keni një katalog që ja shpjegoni klientit? Patjetër. Po thuaj se 70% e shitjeve është e bardha. 70% është e bardha. E bardha. Edhe arsyeja është që mund ta kombinosh me më shumë gjëra. Çfarë do ti vesh si banak, si backsplash tile, mund ta kombinosh me çfarë të duash. Që sa bukur është kjo, ashtu dhe i zoti, po. Edhe e dyta do thesha që është ajo si naturale, tash që është më shumë në mod. Ajo është që preferon njerëzit. Klientela juaj është nga kjo zona përreth në Warren ku jeni ju, apo vjen edhe nga pjesë të tjera? Kemi nga tërë Michigani edhe mundohemi të tapemi në çik më shumë të veme në shtetet e tjera, në Ohio, Indiana, në këto të shpërndajemi në çik, po. Domethënë, ata vinë këtu e marrin kuzhinën e gatshme, si veprohet në këtë rast? Ose këtu, ose ka shumica që blejnë direkt online, nga website-i. Nga website-i, e blejnë direkt online dhe ju ja paketoni dhe ja dërgoni, montimin e bëjnë vetë. Po kush merret me dizajnin nga gjithë këto vajzat që ke këtu? Të tara janë, i kemi zgjedhur një janë të tara din t'i bëjnë tamam fix siç duhet. Se pam këtu që keni edhe një numër punonjësi shqiptare, vajza shqiptare, cilët i keni punësuar që të merren me dizajnin, megjithëse dizajni ata nuk fitojnë asgjë nga dizajni, ju i jepni falës dizajnin. Po, ashtu. Okej. Tani do të thosha, çfarë duhet të bëj një person i cili dëshiron të ketë një kuzhinë të mirë, të fortë, të durueshme, që të jetoj me vite edhe të jetë e bukur, një klient. Mjafton të vi këtu ke ju, si duhet veproj? Patjetër, do thesha se e veti një kompani, edhe mund ta kërkosh vetë se di, po besoj se jemi vetë një kompani që kemi lifetime warranty në kabinetet. Lifetime warranty? Po, kemi klientët që kanë marrë nga të parët klientë, para 3 vjetësh, që kanë blerë kabinetet edhe na kanë dërguar, domethënë email ta zën para 2 javë që kjo është, domethënë kjo është drasësh, nuk është gjëra që ndodhin, po jemi vetëm një kompani që kemi lifetime warranty. Çfarë do të pesojnë kabinetet, ti na dërgoj një email ose na merr në telefon që kjo. Në rregull, është me leverdi kjo? Është me leverdi se kemi kontratë me factoring. Domethënë ju indirekt keni kontratë me fabrikën që prodhon produktet, nëse këto produkte janë prishur nga përdorimi, ose
Nuk po bëhet fjalë, po kanë marrë zjarr kuzhina, Ashtu, është tjetër gjë, po jam prishur nga përdorimi, nga menteshat, nga syrtarët, nga gjërat e tjera e dëmtuar, ju i mbuloni krejtësisht. 100%. Keni pasur rast të tilla, më thënë? Asbasja. Si shprehen klientët ku len ato shënimet aty poshtë në Google për biznesin tuaj? Kemi 4.9 stars, I think. 4.9 stars? Po. Shumë bukur. Po. Edhe mundohemi, sidomos customer services, mundohemi të vëmë, above and beyond që të mundohemi të them edhe me klientit që nuk, po është një klient që nuk blen nga ne, pra mundohemi ta ndihmojmë sa më shumë mundemi. Ju, duke nisur për këtë lloj biznesi, keni kapur disa detaj që ta bëjnë ta shtojnë klientelën tuaj vazhdimisht. Që nga garancia e produktit, që nga dizajni falas, që nga produktet e marra drejt për së drejti nga fabrika që ulin çmimet, por edhe customer service. Në bizneset e ndryshme thuhet first customer service, second customer service, always customer service. And ti më përdore yjet edhe unë jo më kote thash se ka ca situata andej në vendin tonë që po luhet me këto hyjet tani, por fakti 4.9 yje që janë të sinqerta nga klientët tuaj, është një vlerësim për punën tuaj. Cilat janë planet tuaj në të ardhmen? Kemi një dyqan të dytë që do hapet, besoj se në gusht, e kemi planin, në Livonja. Ai dohet lokacioni dytë që do kemi, edhe në basë asaj do shpërndajme në shtetet tjera. Shumë bukur, po ky lokacioni dytë është në një showroom më i madh? Po thuaj se është 3 fishi kësaj showroomit që kemi. Okej. Po kjo do ta mbani edhe këtë si pikëshitje sepse ka krijuar referenca edhe në komunitetin këtu në Warren, në Sterling Heights, në Troy, janë zonat përreth, edhe Grosse Pointe e të tjera. Shumë bukur. Jeni për t'u lavdëruar. Faleminderit. Në këtë moshë të re për nismën që keni patur, për mënyrën se si e keni organizuar biznesin, edhe për faktin që ruani estetikën, ruani vlerën e materialeve që vijnë nga fabrika. Nga cilat fabrika? Mund të thuani se nga cilat fabrika merrni kryesisht apo? Fabrika ka disa, s'ka rëndësi emri, vetëm që këto vijnë nga Vietnami. Vietnami është një nga Karaskinës, një nga furnitorët kryesor nga Azia për produktet të ndryshme dhe për këto produktet e mobilerisë apo të kuzhinës, sikurse po bëjmë fjalë. Unë do desha, a kujton ndonjë histori me ndonjë klient, ishte i nervozuar në një moment e tjerë me radhë, vjen një kohë, bindet tek puna ju edhe ju lavdëron për punën që keni bërë. Këto historitë personale janë më interesante për shikuesit. Të them këtë histori që ka rastisur, besoj 2-3 herë të paktën që klienti e kemi vajtur ne, kemi marrë masat, kemi bërë dizajnin, ja kemi dërguar, edhe vajti i blevi kabinetin nga një kompani tjetër. Për çfarëdo motive. Edhe vajti kur i blevi kabinetin nga ajo kompania tjetër, i montovi, bas 3 muaj na morën në telefon, i hoqi ato kabinetet, e mori kabinetet tonë edhe përdori ato. Kjo është garancia. Kjo është garancia e kompanisë. Modern Cabinets and Co. Kjo koja ka të bëj shumë. Tani jeni në lokacionin tuaj këtu në Warren, janë njëkohësisht edhe një showroom i vogël, por janë edhe dhomat e ku punojnësit ose këto dizajnueset që i kemi nga anët tona, sepse jo vetëm që i shërbeni klientelës shqiptare apo amerikane, por dhe punojnësit, dhe punojnësit në këtë rast shumica janë shqiptare, që edhe dikush që është amerikane është bërë gjysmë shqiptare, më thënë. Ashtu del çik shqiptare kur del çik këtu ja. Kur del çik. Ju uroj suksese në këtë punë. Shumë faleminderit. Ju faleminderit për faktin që vazhdoni reklamonin televizionin tonë, sepse duke bërë reklamën tek ne, ju bëni i njohur tek ato, por ata që janë shikuesit tanë bëhen edhe klientët tuaj. Edhe reklama i shpirti i tregtisë
ka qenë një fjalë e urtë edhe është edhe sot, megjithatë mënyra, unë ju lavdëroj për atë mënyrë që keni krijuar, sa të drejt për drejt, aq të mirë qenë, por aq edhe të pëlqyeshme për klientelën, për t'i garantuar produktin, për t'i ta quar atë në përzgjedhjen e atij produkti cilësor, të dizajnit cilësor, sepse dhe dizajni është pjesë kryesore e marketingut të sotëm. Nganjëherë thonë dizajn, e sidomos ka dizajni ka shumë fusha që nga veshjet e grave, po themi, po këtu po flasim për dizajn e kuzhinës, se nuk duam, si që është një emision për gatim që thot kitchen hell, ne këtu kemi hell, këtu kemi kitchen paradise. Pra kemi paradisen e kuzhinës. Të falemderit edhe njerë Donald për punën që bëni, për mënyrën se si keni angazhuar në këtë biznes dhe për faktin që shihni me sy të qartë, me këmbë në tokë, po të bazuar në biznesin tuaj për të zgjeruar, për të shërbyer klientëve edhe për të qenë gjithnjë të pranishëm mes tyre. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Ne gjithnjëherë mundohemi të bëjmë më të mirën për klientit dhe we try to make quality affordable for everyone. That's a good line. That's a good line, and we see with our eyes that you are doing this. Thank you. And unë ju shpreh në emër të gjithë teleshikuesve, faleminderit për punën që bëni, faleminderit për çdo detaj që përkujdeseni, për kuzhinën që është zemra, por dhe stomaku i familjes. Edhe një herë, Donald, ju faleminderit. Faleminderit.